وصحبه أجمعين. أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës të cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në ditën e 19 të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe dalgadal po hymë dhe po startojmë në 10-shin e fundit të artë të këtij muaji. Dhe jemi me emrin e 19 me radhë të emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall që po I trajtoj këto emra enkas për muajin e bekuar të Ramazanit. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është Ar-Raqib, vigjiluesi mbi këqyrësi. Pra është njëri nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, ai I cili I mbikëqyr krijesat, vëzhgon çdo proces në këtë ekzistencë. Dhe ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall është përmendur gjithsej në Kur'anin famlar 3 herë. Në surën Maide, në surën Nisa dhe në surën Ahzab. Tha Allahu Azza wa Jall në surën Maide ajeti 117. Man qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Allahu Azza wa Jall flet në gjuhën e Isait alayhis salam ku thot: unë nuk u kam thënë asgjë tjetër atyre përveç asaj që më ke urdhëruar ty o Zot. Ajo është adhuroni vetëm Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qenë dëshmitar për ta o Zot për sa kohë që kam jetuar midis tyre. Dhe që nga momenti kur më morë mua, vetëm ti ishe mbikëqyrës I tyre, ti je dëshmitar për çdo gjë. Allahu tha në surën Nisa, në fillim të surës ajeti I parë: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O njerëz, friksojeni Zotin tuaj, I cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe friksojeni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruani lidhjet farefisnore, nga sa Allahu është vazhdimisht mbikëqyrës mbi ju subhanahu wa taala. Ndërsa e përfundoi ajetin e surës Ahzab, ajeti 52, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Me të vërtet Allahu është mbikëqyrës për çdo gjë. Kuptimi I emrit të Allahut Ar-Raqib në aspektin gjuhësor. Ka thonë dietarët, Ar-Raqib është ai që përkujdeset për diçka se çfarë po ndodh, është mbikëqyrës vëzhgues. Ndërsa njëri prej dietarëve ka thonë, Ar-Raqib është I afërt dhe është I lidhur ngushtë me emrin e Allahut të radhës El-Hafidh, që do thot vigjilues, ruajtës, të cilit nuk I ik asgjë. Gjithashtu prej dietarëve kanë thonë se Ar-Raqib e ka kuptimin edhe El-Hafidh, ruajtësi, vigjiluesi, të cilit nuk I ik asgjë, mbikëqyrësi suprem, që është Allahu Azza wa Jall. Ndërsa Ar-Raqib, sa I përket aspektit terminologjik islam dhe sa I përket larmadhisë së Allahut Azza wa Jall, dhe thot Zoti Xhallahu Ala është ruajtës, është llogaritës I veprave, është mbikëqyrës dhe vigjilent ndaj çdo gjëje që është në mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu emri I Allahut Azza wa Jall Ar-Raqib është për qëllim Allahu Azza wa Jall që është vigjilent dhe mbikëqyrës për çdo gjë. Asnjëherë nuk është I pakujdesshëm. Ai është vigjilent, vazhdimisht I pandërprer
subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kanë thënë ulemoja ar-raqib është për qëllim mbikëqyrësi ndaj asaj që fshehin zemrat e njerëzve. Është ai që mbikëqyr çdo krijesë çfarë vepron. Është ai që përkujdeset për krijesat e tij në mënyrë më të mirëmundshme. Gjithashtu kanë thënë ulemoja ar-raqib ka lidhje të ngushtë me emrin e Allahut ash-shahid, nga se ar-raqib është vigjilues mbikëqyrës, kurse ash-shahid është dëshmues dhe kanë kuptimin e gjithë përfshirjes së dëgjimit të Allahut për të gjitha krijesat që dëgjohen, shikimin e çdo gjë që shihet, dijen e tij për çdo gjë që ekziston, qoftë e hapur apo e fshehtë. Allahu është mbikëqyrës dhe vigjilent ndaj asaj që e me imagjinon njeriu, ndaj asaj që i shkon mendja njeriu, e gjithsesi edhe i veprave të dukshme. Andaj çdo besimtar musliman, çdo agjëruese duhet ta ketë parasysh se Allahu është vigjilues mbikëqyrës ndaj atij dhe çdo gjë që vepron ai. Për atë arsye duhet të qenë i kujdesshëm muslimani agjëruese dhe çfarë vepron edhe çfarë flet, nga se Allahu azza wa jall ka thonën wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dini mirë se Allahu din çka kanë zemrat e juaja, andaj keni frikë për Allahut azza wa jall. Ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu din ata çka fshehin zemrat e juaja edhe çepallat e syve çka i lëvritni. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nuk ka gjethe që bjen e që mos ta di Allahu se ajo do të bjerë, pra është vigjilent mbikëqyrës subhanahu wa ta'ala. Gjibril alayhis salam shkoi në formë njeriu dhe pyeti pejgamberin alayhis salam për islamin, imanin, ndërsa për ihsanin kur e pyeti tha an ta'budallaha, pejgamberi sa tha an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë, edhe pse nuk e sheh ai, të sheh subhanahu wa ta'ala. Pra njeriu duhet të qenë vigjilent ndaj asaj që e fol, ndaj asaj që e vepron. Duhet ta ketë parasysh madhrinë e Allahut azza wa jall se Allahu e mbikëqyr. Allahu është me të me dinë e tij, me shikimin dhe dëgjimin e tij. Asgjë nuk i fshihet Allahut azza wa jall. Dhe kur agjëruesi dhe agjëruesja e dinë se Allahu është me të, janë më të kujdesshëm, më vigjilentë se çfarë flasin dhe veprojnë. Dhe normalisht mosfesati më i madh është kur njeriu nuk e ndin vigjilencën dhe mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall. Ana njeriu kur e din që Allahu e mbikëqyr, është kujdesshëm çfarë flet, çfarë vepron dhe njëkohësisht është i lumtur se e ka një Zot që i din gjërat, e ka një Zot që e mbikëqyr atë dhe e ka një Zot që kujdeset për ta. Për arsye ai i cili e din se Allahu është e mbikëqyr, nga turpi që e ka prej Allahut dhe madhëria që e ka ndaj Zotit, respekti, shëntrimi, largohet nga gjunahi, për shkak të turpit nga Allahu dhe frikës nga dënimi. Nga sa Allahu thot, alam ya'lam bi anna Allaha yara. A nuk e din robi që Allahu është ka e sheh? Çfarë është duke bërë? A nuk e ndin këto agjëruese dhe agjëruesja? Do të i shtohet shëntrimi dhe respekti më shumë i Allahut azza wa jall. Arsye ka thënë Ibn Kaimi rahimullah, ai i cili turprohet nga Allahu azza wa jall në këtë dunja dhe nuk kryen mëkat për shkak të turpit nga Zoti, Allahu ka më turpruar që ai mos më dënua atë nesër ditën e gjykimit. Andaj turpro i nderuar agjëruese për Allahu azza wa jall. Mos e nënshmo mëkatin me arsyetim se do ta veproj. Ku më di sa më qenë vogël, nga se çish ka thënë Muhammad ibn Wasi rahimahullah, la tanzur ila sighar al-ma'siyah walakin anzur ila idham man asayt. Mos e shiko vogëlsinë e gjinave, shikoj madhështinë e atij që do i bëj gjina. Hadithi i Thobanit është dëshirues që ka treguar se kanë marrë njerëz që kanë më pas veprat sa kodët e mëdha, por Allahu ja bën plur dhe hi. Arsyeja është se idha khalu bi maharimillah, kur vetmohen me gjuna që Allahu i ka ndalu, i shkelin ato. Dhe nuk e kanë llogarit vigjilencën e Allahut azza wa jall, kanë menduar që i mshepin njerëzve edhe i ikin shikimit të Allahut azza wa jall, ose kanë ditë që Allahu sheh, mirë por nuk janë turpru nga gjuna dhe i kanë vazhduar Allahin e rujt. Për të arsye inna Allaha kana aleikum raqiba. Allahu është ai i cili që është vigjilent
ndaj juve. Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli shay'in shahid. Allahu është i gjithdijshëm dhe sheh çdo gjë. Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu është me juve kudo që jeni. Andaj nuk kemi ka të ikmi Allahu azza wa jall, edhe normalisht nuk ka nevojë të mundohemi të ikmi shikimit të Allahut azza wa jall, nga sa një gjë është e pamundur raport me Zotin xhelle wa ala. Andaj muslimani e din që Allahu e mbikëqyr, qoftë kur është në vetmi, qoftë publik, qoftë ditën, qoftë natën, qoftë kur vetmohet nga njerëzit, qoftë kur është me njerëzit. Allahut nuk i ik asgjë. Allahut nuk i fshihet asgjë. Sa ajo është alimul ghaibi wash shahada. E din Allahu edhe ato që është e dukshme, edhe ato që është e fshehtë, edhe të fshehtën e din, sikurse me qenë e dukshme për Allahun azza wa jall, do thotë është çdo gjë e njëjtë, nga se dituria e tij është absolute subhanahu wa taala dhe dituria e Allahut nuk i fshihet asgjë. Për arsye muslimani përgatitet për këtë çështje edhe e din që nuk i ik Allahut azza wa jall asgjë, nga se Allahu është, do thotë, prezant për çdo veprim tonin, është prezant dhe mbikëqyrës për çdo ndjenjë tonën dhe është me neve kudo që jemi, andaj duhet ta kemi parasyve gjithmonë Allahun azza wa jall. Cili është qëllimi i trajtimit të këtij emri, po dhe emrave të tjerë, është që ta rregullojmë agjëruese veten tonë pasi mbikëqyrshin e vëzhgon. Dhe qëllimi jonë është që brendshmja jonë të jetë njësoj sikurse e jashtëmja jonë. Dhe kjo është nga çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Nga se kjo e bën që ndërgjegja e agjëruesit dhe agjëruese të jetë ndërgjegje, do thotë që ka kuptim që Zoti me ty është në çdo hap dhe të shikon kudo që të jesh. Andaj të jetojmë me këtë emër të Allahut azza wa jall, që të na zbukurohen punët tona, fjalët tona dhe jeta jonë në përgjithësi. Qysh me fut jetën praktike agjëruese emrin e Allahut Ar-Raqib. Treguohet që Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ishte duke ecur rrugës, u taku me një bari delesh dhe vendosi halife i muslimanëve ta sfurojë këtë bari me qëllim që ta mas, do thotë, moralin e tij, karakterin e tij dhe raportin e këtij njeri me Allahun azza wa jall. Omeri i afroi dhe i tha: "O djalë, duhet të mos shesësh këtë dele." Bariu i tha: "Nuk janë të mijat, janë të patronit tëm." Omeri i tha: "Mashit edhe kur të pyet patronin thuaj se ka ngrënë ujku." Edhe pse ky njeri ka qenë njeri thjesht bari, me një rrit kufizume, ja ktheu me çudi të madhe. Omeri dhe i tha: "Allahu është më i madhi, a mundemi na ta gënjejmë dhe ta mashtrojmë Allahun azza wa jall?" Omeri radiallahu an i rodhën syt lot edhe tha: "Jo, pasha Allahun azza wa jall, ne nuk mund ta gënjejmë Allahun azza wa jall." Andaj të gjithë ata që i kanë mashtruar njerëzën shit blerje, kanë vjell, janë tregu të pabes, le ta dinë që Allahu azza wa jall i madhreshëm i ka mbikëqyrur çdo lëvizje të tyre dhe se Allahu din çdo gjë. Një histori tjetër, Omeri po lëvizte natën për të qetësuar mbi ndjenjën e popullatës. Teksa lëvizte, dëgjoi zërat e dy grave që po bisedonin brenda një shtëpie. Ai dëgjoi zërin e një nëne që i thoshte vajzës së saj: "Oj bia ime, përzije çumshtin me ujë, që të shesim dhe të fitojmë më shumë." Vajza i ktheu: "Oj nën, a nuk e di se Omer ibn al-Khattabi ka dhënë urdhër që të mos e përzijem çumshtin me ujë?" Nana i tha: "Oj bia ime, Omeri nuk më na shikon neve." Vajza tha: "Oj nën, nëse nuk na shikon Omeri, na shikon Zoti i Omerit." Omeri radiallahu an u magjeps nga kjo dhe shkoi tek njëri prej djemve të tij dhe i tha që ta kërkosh këtë vajzë për grua, nga sa është vajzë që i fiksohet Allahu azza wa jall. Edhe për një me që njëri prej fëmijëve të Omerit radiallahu an, pra u martu me këtë vajzë. Andaj
me kësi vajza, me kësi djem, për hapë drejtësia, kur e përjetojnë emrin e Allahut Ar-Raqib dhe nuk pranojnë as se si të mashtrojnë. Të thosh me emrin e Allahut Ar-Raqib, i nderuar agjëruese, do thotë të kesh një jetë të mbushur me bereqet dhe me iman, edhe me lumturi. Andaj një ditë shkoi, do thotë një njeri tek një musliman dhe i tha, a nuk i ke dëgjuar hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i shkoi dikush dhe i tha më trego diçka rreth fesë që të mos kem nevojë të ken ta pyes, ai i tha kul amantu billahi thumma istaqim, thuaj beso Allahun e pastaj vazhdo rrugën. Qysh mund ta fos këtë praktik, këtë hadith? Dietari i tha mos zoje gjumi, mos dil pi shtëpis, mos vepro asgjë pa e ditë dhe pa kuptuar se Allahu të mbikëqyr. Të shikon, është dëshmitar për atë çka flet e vepron. Andaj thotë ky djalosh, nga ky moment kur nisa me praktiku këtë, jeta ime mori kohë tjetër, ndryshoi për të mirë. Edhe ne duhet të veprojmë kështu, të nderuar agjëruese. Ta përjetojmë këtë ndjenjë se Allahu na mbikëqyr dhe ati nuk i ik asgjë, subhanahu wa ta'ala, dhe sado që mundohet njeriu me ufshim prej Zotit nuk ka mundësi. Treguohet që njëri prej profesorëve, mësuesve të mejtebit, dëshiroi të testonte nxënësit e tij në mejteb, se sa kanë kuptuar besimin. I tha, shkoni secili prej juve, merrni nga një këndus, nga një gjel, Allahu nderoj, edhe thot, këpotjen e kryt dhe mos sillni këtu, por me kush që të mos i shoh askush. Të gjithë e veprun këtë punë, vetëm njëri kishte ardhur me këndus të gjallë. Edhe e pyeti, pse ti nuk e prejte kokën? Po tha, o profesor, nuk munda të fshihja askund nga shikimi i Allahut azza wa jall. E atëherë tha, ti e ke kuptuar dersin, edhe ti ai i cili e ke kuptuar fen, edhe atë çka thotë e ke dëgjuar. Dhe Allahu azza wa jall është Ar-Raqib. Gjithashtu treguohet rasti asaj gruaje që erdhi muanku tek pejgamberi sallallahu për burrin e saj, Aisha ka qenë në të njëjtën dhomë, çosh dhomës. I thotë Aisha i lartësuar qoftë ai që dëgjon çdo gjë dhe nuk i ka asgjë. Dhe Allahu azza wa jall është Ar-Raqib subhanahu wa ta'ala, dhe Zoti xhallahu ala nuk i ka asgjë. Andaj duhet që ta besojmë këtë emër fuqishëm, ta fusim këtë emër në jetën e përditshme, në mënyrë që të jetojmë me Allahun azza wa jall. Rasti i Yunus që gëlltiti balena, e thiri Allahun nga errësira dhe tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër përveç teje, o Zot, unë kam qenë nga të padrejtët. Transmetohet se melekët e Allahut e kanë dëgjuar këtë zot Yunusit dhe thanë, o Zot, dëgjojmë një zot të njohur në një vend të banjohur. Allahu tha, a nuk e dini kush është ai? Ai është robi im Yunusi. Andaj kjo është mbikëqyrje si suprem Allahu azza wa jall. Andaj duhet të jemi kënaqur me Allahun. Duhet ta pyesim vetëm a është Allahu i kënaqur me neve? Dhe a e kuptojmë drejt mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall. Andaj nuk ka mundësi me ikë mbikëqyrjes së Zotit, sado që mundohet njeriu me bo një gjë të tillë. Susa e rasti që një vajzë kishte pas nevojë për të sjell familjes ushqim dhe njëri prej djelmoshëve pasanik e pat mundësinë që ta bëj haramin me këtë motër për shkak pasunisë dhe kërkesës, por momentin i tha ajo motër, mos e prek nderin tëm vetëm me hak, edhe tutje aty që na mbikëqyr. U bo sebeb kjo fjalë që preku këtë djalë të rinë e zemër, u largua i tmeruar dhe i penduar. Andaj duhet me e kuptu drejt këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall, me jetu me këtë emër edhe me frimu me këtë emër. Nga se ka marrë koha që çdo gjë do ta gjesh të regjistruar, do të shfaqesh çdo gjë para syve tu,
edhe nëse tenton me I mohu gjërat, dije që goja do të mbyllet dhe që të mbyllet të flasin. Si sta Allahu në surën Yasin, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sot do t'u avollosen, do t'u mbështelim atyre gojët e tyre, do t'na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre do të dëshmojnë mbi atë që kanë vepruar ata, Allahu na ruaj. A ka mundsi kamik, edhe lëkura do të dëshmoje. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. Ata I thonë lëkurës, pse më na dëshmoj kundër neve? Do thojë lëkurat, Allahu na bëre që na të flasim. Andaj kjo o Zoti jon, por nuk duhet vetëm ta kemi frikë Allahun për gjëra sa është mbikëqyrës. Allahu është mbikëqyrë edhe për qëllimet tona. Allahu azza wa është mbikëqyrës për çdo gjë, subhanahu wa taala. Imagjinojë që ky mbikëqyrës ditën e gjykimit ta sjell një gëzim që nuk përshkruhet me fjalë, ta bjen librin nga dora e djathtë. Pa mendoni gëzimin e madh që e ndin muslimanët ato çaste duke thirrë ha umqra'u kitabia. E janë lexojnë librin tëm, është I shtërmbushur me gjëra të mira. Andaj ta kemi parasysh mbikëqyrjen e Allahut azza wa jall vazhdimisht dhe shpresojmë që Allahu ne japë jetë këndshme këtë botë edhe jetë këndshme botën tjetër. Kaq ishte për emrin e Allahut Ar-Raqib, vigjiluesi apo mbikëqyrësi. Mbetemi me shpresën e Allahut që ta kemi kuptuar drejt edhe ta përjetojmë këtë emër në jetën e përditshme, të jetojmë me këtë emër dhe të vdesim me këtë emër. Në takimin e ardhshëm ju dëshiroj agjim të lehtë dhe të pranuar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.